Ministri grek I mbrojtjes Niko Dendias do zhvillojë javën e ardhshme një vizitë zyrtare në Tiranë, ndërsa në fokus të bisedimeve pritet të jetë çështja e përcaktimit të zonave vetare mes Shqipërisë dhe Greqisë. Sipas mediave greke, Athina synon të ringjallë negociatat që prej vitesh kanë mbetur bllokuara në një moment kur të dy vendet po përpiqen të përmirësojnë më tej marrëdhënie dypalshe. Gazeta greke Tuvima raporton se Dendias do zhvillojë bisedime të nivelit të lartë në Tiranë me synimin për të rihapur diskutimet mbi kufirin detar dhe çështjet e tjera të mbetura pezull mes dy vendeve. Gjatë qëndrimit në Shqipëri, ministri grek pritet të takohet me ministrin e mbrojtjes Ermal Nufi, si dhe me kryeministrin Edi Rama. Sipas medias greke, vizita zhvillohet në një klim që Athina dhe Tirana e konsiderojnë pozitive për marrëdhëniet mes dy vendeve. Athina dhe Tirana kërkojnë të përfitojnë nga ajo që zyrtarët greke përshkruajnë si një fazë pozitive në marrëdhëniet dypalshe. Përpjekja vjen pas një vizite të kohëve të fundit të Ramës në Greqi dhe brenda kuadrit më të gjerë të mbështetjes së Greqisë për përshpejtimin e procesit të pranimit në Bashkimin Evropian të Ballkanit Perëndimor. Çështja e kufirit detar mbetet një nga temat më të ndjeshme në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Greqisë. Në vitin 2020, të dy vendet rënë dakord që mosmarrëveshja për delimitimin e zonave detare të dërgojë për shqyrtim në gjykatën ndërkombëtare të Hagës, megjithatë procesi nuk ka avancuar me ritmet e pritshme. Ndërkohë, gjatë vizitës së tij të fundit në Greqi, kryeministri Edi Rama deklaroi se Shqipëria mbetet e gatshme të diskutojë të gjitha çështjet e hapura mes dy vendeve, përfshirë edhe ligjin e luftës që Greqia mban ende formalisht ndaj Shqipërisë. Vizita e ministrit grek të mbrojtjes shihet si një tjetër përpjekje diplomatike për të shtyrë përpara dialogun mes dy vendeve dhe për të krijuar një klimë të favorshme për zgjedhjen e çështjeve të mbetura pezull.